Kanada. Nënë e birë me origjinë nga Teçani humbin jetën tragjikisht. Një ngjarje tragjike ka ndodhur në Mont Real të Kanadas, ku një grua nga Teçani është mbytur në një pishinë derisa po tentonte të shpëtonte djalin e saj 3 vjeçar. Policia atje ka konfirmuar vdekjen e të dyve në vendin e ngjarjes, ndërsa mediumi CTV News raporton se fillimisht kishte rënë djalin në ujë pas një topi dhe më pas për ta shpëtuar gruaja, 34 vjeçare u fut në pishinë por nuk dilte not. Transmeton Arbresh Info, ndërsa kryetari i bashkisë Lashin Maja Vodovic postoi në rrjetet sociale duke thënë se aksidenti ishte një mafti më i keq, ishte një top që ranë në pishinën nëntoksore që shkaktoi një sër ngjarjesh që çuan në mbytjen e fëmijës 3 vjeçare dhe nënës së tij 34 vjeçare, e cila u përpoq ta shpëtonte, po për fat keq nuk dinte të notonte, tha ajo.